Ky është flesh informativ i orës 13 këtu në radiostacionin online. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të pezulluar ligjin për ndarjen e re-administrativo-territoriale. Ndërkohë gjykata po shqyrton kërkesën e dytë të opozitës, shpalljen antikushtetuese të kësaj reforme. Në këtë proces gjyqësor opozita përfaqësohet nga juristi Ivi Kaso dhe deputeti i Partisë Demokratike Arben Ristani, ndërsa qeveria nga ministri i shtetit për çështjet vendore Blendi Çuçi dhe deputetët Bashkim Fino e Armando Subashi. Komisioni i Ekonomisë ka diskutuar sot projekt ligjin për rimëkëmbjen e sektorit energjetik nëpërmjet një financimi nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sipas zëvendës ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Ilir Bejtja, bëhet fjalë për një kredi me vlerë 112 milion euro, e cila do të shërbejë që sistemi të funksionojë dhe qytetarët të furnizohen me energji. Në përfundim të diskutimeve, Komisioni i Ekonomisë ka miratuar draftin që mundëson huan e bergj. Policia e Vlorës ka dhënë sot detaje në lidhje me sekuestrimin e një skafi mëngjesin e së hënës në zonën e Triportit, që dyshohej se përdori për trafikun e drogës. Mësohet se skafi ishte në pronësi të shtetit italian me iniciale DC 53 vjeç, banues në Brindisi, ndaj të cilit ka nisur edhe procedimi për veprat penale, kalimi pa ligje me kufiret dhe mosnjoftimi i autoriteteve në ngarkim të shtetit italian. Ndërkaq, burime nga Guardia di Finanza pohuan se 53 vjeçari është person me precedente më parëshëm penale në shtetin italian. Kosova është anëtare me të drejta të plota e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Ky është vendimi unanim i marrë ditën e martë në takimin e Monakos së këtij komiteti. Në muajin tetor, Bordi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar IOC mori vendim për njohjen e përkohshme të Kosovës dhe propozoi njohjen e përhershme me të drejta të plota në takimin e Monakos. Sipas vendimit të IOC-s, Kosova ka përmbushur kërkesat për pranim si ato sportive ashtu edhe ato teknike të parashikuara nga rregulloria. Ky vendim i hap rrugën sportistëve kosovar që të marrin pjesë në lojrat olimpike duke nisur që nga ato të 2016-s në Rio të Brazilit. Ndryshe nga FIFA, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar nuk kushtozon anëtarësimin me pranimin e një vendi me të drejtat të plota nga AKB. Sot Ukraina është në ditën e heshtjes e pagëzuar kushtu nga presidenti i vendit Petro Poroshenko në një përpjekje për të rinisur bizetimet mbi marrëveshjen e armëpushimit. Deri tani pakti është shkelur disa herë, gjë e cila çon në idenë se bisedimet e reja mes separatistëve pro-rus dhe qeverisë ukrainase duken të pasigurta. Palët nënshkruan marrëveshjen e armëpushimit në shtator të këtij viti në Minsk të Bielorussisë, por që atëherë sipas AKB thuajse 1.000 persona janë vrarë gjatë luftimeve në lindje. Javën e kaluar, Poroshenko tha se trupat do të respektojnë ditën e heshtjes të martën në përpjekje për të nxitur marrëveshjen e paqes. Ushtria e Ukrainës do të ndalojë bombardimet dhe ndoshta do të tërheqë armët e rënda, nëse të njëjtën gjë bëjnë edhe separatistët, tha presidenti i Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë rritur nivelin e sigurisë nëpër përfaqësitë e tyre diplomatike dhe bazat e tjera në vende të ndryshme të botës për shkak të publikimit të një raporti të Senatit me detaje të metodave dhe të torturave të ushtruara nga CIA ndër vite. Raporti prej 480 faqesh do të bëhet publik gjatë ditës së martë dhe në qendër të tij janë detajet nga metodat e përdorura nga CIA gjatë marrjes në pyetje të dyshuarve si terroristë në luftën kundër Al-Qaedës pas sulmeve të 11 shtatorit. Përmbajtja e raportit mund të nxjisë reagime të dhunshme ndaj ambasadave dhe bazave amerikane. Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se mundësia e sulmeve është e lartë. Ndoqë të fleq informativ këtu në radiostacionin online, dëgjojmë në edicione të tjera.